Njollat e yndyrës zhduken lehtë, truku i pazakontë që po përdorin shumë njerëz në shtëpi. Një truk i thjesht me shkumës po përdoret gjithmonë më shumë për heqjen e njollave të yndyrës nga rrobat. Një nga njollat më të vështira për t'u pastruar vetëm me larje normale, sipas këshillave të ndara nga krijues dhe përmbajtje të ndryshme në rrjetet sociale, shkumësi mund të ndihmojë në thithjen e vajit përpara se rrobat futen në lavatriçe. Metoda është fare e thjeshtë. Njolla fillimisht duhet të mos fërkohet, por të pastrohet sa më shumë në sipërfaqe. Më pas mbi të vendoset shkumës dhe lihet për pak kohë. Shkumësi vepron menjëherë duke thithur gjithë yndyrën nga fijet e pëlurës, duke e bërë më të lehtë heqjen e saj gjatë larjes normale. Ky proces mund të përsëritet nëse njolla është më e fortë, derisa materiali të mos thithë më vaj.